Policia e Kosovës, siç e dini, ka prezantuar arsenalin e madh të armëve dhe të municionit që i ka konfiskuar në veri të Kosovës. Ju e dini se në Republikën tonë kemi pasur qarmatosje, grumbullim të armëve ilegale anën banë Kosovës, por jo në veriun e Kosovës, dhe në këto 3 vitet e fundit kemi aksionet të shumta policore, të cilët praktikisht po marrin armë në duart e atyre që ose janë kriminal, ose në rastin më të mirë janë potencialisht kriminal. Sepse armatimi ilegal me tytat gjata, me gjithat municion, nuk është për hajre, është veç për shërë. Pra, jo vetëm që kemi konfiskuar armatim të atyre që kanë bërë krime, por në të njëjtën kohë kemi konfiskuar edhe armatim duke parandaluar krime në VM. Prandaj është një punë jashtëzakonshme e Policisë Kosovës edhe e Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Ndërkaq, sa i përket itinerarit për hapjen e plot të urës, përkatësisht marrjen nën kontroll tërësisht nga ana e Policisë së Kosovës, ne jemi në komunikim të vazhdueshëm me KFOR-in dhe unë sot pasdite kam edhe një takim në kryeministri me generalin e KFOR-it, përkatësisht komandantin Oskan Ulutash. Pra, jemi në komunikim të përditshëm, qoftë kryeministria, qoftë Ministria e Punëve të Brendshme, në mënyrë që gjithçka të shkojë në mënyrë të qetë dhe paqësore. Duhet të përkujtojmë që pas ndërtimit të urave të reja, është bërë absurde që ajo urë të mbahet e mbyllur, dhe fakti që qytetarët kanë qarkulluar lirshëm në për këto urat e reja, dhe nuk ka shtim as të incidenteve, as të tensioneve, tregon që qarkullimi i njerëzve dhe i mallrave, liria gjithnjë më e madhe e lëvizjes është e dobishme jo vetëm për ekonominë, por edhe për paqen e sigurinë.